Në mbledhjen e radhës të Këshillit, e cila do të mbahet ditën e hënë, më datë 27 prill 2026, si pika e 20 e rendit të ditës, nga udhëheqësia komunale është pranuar propozimi i Sauber Maher për çmimore të re, që do të rritë ndjeshëm çmimin e shërbimit për grumbullimin e mbeturinave, si për persona fizik edhe ato juridik, thanë në një preskonferencë para komunës së Tetovës nga nisma Më mirë për Tetovën. Kjo nismë ka publikuar edhe propozim çmimoren që e kanë pranuar këshilltarët komunal. Sipas tyre po ndodh rreziku të cilin e kishim paralajmëruar. Sipas propozimit të rendit të ditës dhe materialit që kemi pranuar, parashihet që shërbimet nga Sauber Maher të rriten 30% për shtëpitë dhe banesat dhe 50 deri 100% për bizneset me çka dëmtohet drejt për drejt buxhetit të tovarëve. Ky është rreziku që i kanoset qytetarëve kur komuna lidh marrëveshje publiko-private. Privati gjithmonë ka interes përfitim financiar, ndërsa komuna, e cila nuk është e aftë të ofrojë shërbimet e duhura dhe të jetë në shërbim të qytetarëve, i ikën përgjegjësisë duke lidhur marrëveshje të dëmshme që zhvasin banorët e Tetovës. Kryesuesi i Këshillit Komunal të Tetovës, Jusuf Abduli, tha se kanë pranuar kërkesën e Sauber Maher për rritje të çmimeve dhe se kanë vërejtjet e tyre që do t'i shpalosin në seancën e së hënës, por sipas Abdulit, rritja nuk është aq sa pretendojnë nga nisma Më mirë për Tetovën. Nuk është rritje aq sa ato opozita ose grupi këshilltarë i pavarur e thot. Megjithatë, ne si grupi këshilltarëve jemi në diskutim dhe kemi vërejtjet tona të cilat do t'i shpalosim në seancën e radhës. Do mundohemi që të gjejmë një zgjidhje dhe që mos ketë rritje ose mos pranohet kjo kërkesë e Sauber Maherit, që të ketë një rritje e cila nuk do ndikojë në ekonominë e qytetarëve të Tetovës. Kujtojmë që Komuna e Tetovës në vitin 2023 nënshkroi marrëveshje për partneritet publiko-privat me kompaninë slovene të grupacionit Sauber Maher për menaxhimin e mbeturinave në Tetovë. Si rezultati i kësaj, u ndryshua edhe metodologjia e pagesës. Paraprakisht paguaj taksa për çdo antar të familjes, kurse aktualisht sipas metrit katror të banesave. Kompania kishte inicuar edhe procedura për pagesë të detyrueshme të borxheve të papaguara të faturave të qytetarëve.